Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, problemet e zhvillimeve politike në vendlindje, sidomos ato të kohëve të fundit në Kosovë, ne I kemi ndjekur me kuriozitet, por edhe me shqetësim. Jo më larg se dita e djeshme, presidentja apo ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani I la detyrën kryetares së kuvendit, pasi nuk u bë mundur të kryhet procesi I zgjedhjes së presidentit, duke kaluar Kosovën edhe njerë në një situatë të padëshirueshme nga gjithë ne, nga gjithë bashkëdhetarët që jetojnë këtu në Shtetet e Bashkuara. Kam drejt për drejt në studio mikun ton Agim Aliçkaj, drejtorin organizativ të Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane. Zoti Agim, si e shihni fundin e kësaj situate për çështjen e presidentes, e presidentit Kosovës? A shkakton kjo mungesë stabilizimi në jetën politike të Kosovës? Përshëndetje Rafael, në pari dëshiroj të uroj Pashkët të gjithëve mbar kombit, sepse ne kemi festat bashkë. Situata në vendet tona me thajin tonë normalisht, se dihet anëmisht s'kan punë tjetër vetëm të na destabilizojnë, po edhe me fajin tonë kemi ardhur, sidomos në këtë moment po flasim për Kosovën, për Dardanin tonë, kemi ardhur në situatë pavolitshme, e cila mundet edhe nëse nuk bëhet një ndonjë zgjidhje në këtë afatën që e kanë përzgjedhjen e presidentit, mundet me qenë edhe e rrezikshme në një mënyrë për arsye se konfrontimet mes partive kanë arrit një shkallë shumë të lartë, edhe zgjedhja po bëhet sa më e vështirë, sa me kalimin e kohës. Kjo çdo gjë që ka ardhur tash po vjen mas një periudhe shumë të vështirë gjatë vitit të kaluar, kur kishim 3 palë zgjedhje, kur nuk konstituoi as kuvendi, që është një gabim I deputetëve tanë edhe I klasës politike në përgjithësi. Unë mendoj se është e mundur zgjedhja e presidentit, nuk është e lehtë. Fajtorë gjithmonë gjihen në ball, gjithë po thonë se jo, përgjegjësinë ka më të madhe dhe partia fituese apo koalicioni I partisë fituese në krye me kryeministrin Kurti për zgjedhjen e presidentes, por duhet me kuptu një punë, ata nuk mundën të ofrojnë zgjidhje nëse të tjerë bllokojnë e bojkotojnë. Sa do I fortë që t'je, sa do që ke numra, nëse dikush të bllokon dhe të bojkoton, atëherë është e vështirë të arritet një zgjidhje. Po shpresoj që megjithatë gjatë javës së kaluar do të gjendet një gjuhë e përbashkët dhe të bëhet një zgjidhje mes kryeministit Kurti dhe krerëve të partive tjera. Zoti Agim, ne të dy bashk kemi diskutuar dhe kemi mbështetur idenë e vazhdimit të koalicionit pak a shumë në atë gjendje që ishte, të kishim sërish zonjën Osmani si presidente dhe zotin Kurti si kryeministër. Kjo ka qenë e diktuar nga situata politike në terren, por natyrisht edhe me dëshirën për të parë sa më shumë një kohezion midis forcave politike në Kosovë. Fatkeqësisht kjo u tregua e pamundur. Ju thoni, a ka faj kryeministri Kurti në këtë situatë sipas jush? Kjo situatë që ka ardhur, pajtohem me ty plotësisht, ne që të dy dhe jo vetëm ne të dy, po sidomos ata shqiptar të cilët nuk ju takojnë partive të ndryshme dhe nuk kanë interesa ose personale apo partijake, kanë qenë për një vazhdimsi, sepse formula e këtyne 4-5 viteve të kaluara ka pas sukses. Tash të kuptojmë shumë thjesht. Në njënën anë e ke pas kryeministin Kurti, e cili me bashkëpunëtorët e vet, normalisht edhe të tjerë, se tash na s'po vjen në përmend emrat edhe të gjithëve, ja arriti që ta konsolidoj shtetin, ta ruaj pavarësinë, ta ruaj integritetin territorial,
ta shlirojnë veriun nga bandat serbe, t'i largoj ato banda, pastaj shumë vendime tjera që janë shumë të rëndësishme, që u arritën, do më thonë praktikisht, veriu i Kosovës fillan është ka funksionon si Kosovë, e jo si Serbi, si s'ka qenë më përpara. Ai e krijoi një shteti i shkriju, po e forcoi shtetin në atë mas, sa që arriti të ketë respekt kudo, e sidomos nga populli. Mirë po, bashkisë ndërkombëtare nuk i pëlqej ajo punë sepse për shkak se të interesave të tyre gjeopolitike dhe presionit nga Serbia. Mirë po, në këtë rreth, kryeministit Kurti i ka ndihmuar shumë presidenti Vjosa Osmani në promovimin e këtij shteti, në promovimin e këtyre arritjeve që i bani Kurti. Normalisht si Kurti me bashkëpunëtorët e vet është forca kryesore aty, por presidenti Osmani ja arriti qëllimit që të gjitha këto të kalohen pa dhimbje. Në fund mandatit saj u arrit edhe të hiqen edhe sanksionet evropiane që ishin shumë të padrejta, cilat u bën për presion që Kosova të shon pendaj Serbisë. U arrit që të bën njohje të reja përkundër klifjeve të Serbisë, thanjeve të tyre se ka njohje. Prandaj ne dëshira jon bazohet në realitet, bazohet në rezultate. Rezultatet ishin shumë të favorshme për shtetin e Kosovës, po edhe për mbar kombin. Po, a ishin të favorshme kjo situatë për vetëvendosjen? Ta shohim tash më nga pikpamja partijake. Ndëgjo, unë nisa gjithmonë nga asaj se nëse arritjet shtetnore janë të mëdha, arritjet partijake duhen me qenë po ashtu të pjesë e atyne arritjeve. Do të thonë, nuk shoh që ka humbë vetëvendosja shumë, por unë mendoj se jo vetëm vetëvendosja, por edhe opozita kanë fituar gjatë kësaj periudhe. Rezultatet janë të jashtëzakonshme, po të them sinqerisht. Edhe ne mendojmë që të vazhdohet një gjë e tillë, të vazhdohet një bashkëpunim i tillë, por për shumë arsye në të cilat unë nuk duhet të hyj, unë nuk duhet ta fajsoj as kryeministrin Kurti, as presidenten për një arsye. Për arsye se unë nuk i di detalet, nuk i di prapavijat, nuk i kam informatat e plota. Unë veç më thonë se nuk ishte e mirë për asnjërin prej tyre të përqahen. Përqamja është e keqe për gjithkend. Prandaj, ne dëshirojmë që ata ta vazhdojnë, sepse edhe një mandat i tillë do t'ja arrinte që Kosova megjithatë t'i kalojë të gjitha krizat që i ka me Serbinë. Megjithatë erdhi deri te kjo situatë kur pati ndasi dhe përqamje. Kryeministri nuk e propozoi presidenten Osmani për shumë arsye. Mirë po, unë mendoj se nëse nuk ka në një arsye që ne nuk e dim të madhe, që dikush ka bërë tradhti nga shtetit, unë mendoj se politik mund të mendojë gjëra të ndryshme, që të konsiderohet prapë një kombinim i tillë, që një bashkëpunim i tillë mes që dy këto figurat më dhaja të kombit ton, kryeministri Albin Kurti dhe ish presidentja Vjosa Osmani, që të gjenë mënyrën të kalojnë ato mosmarrëveshje, nëse kanë qenë mosmarrëveshje normale edhe të kalueshme. Por nëse janë aq të thella sa nuk mund të kalohen, është mirë, këshilla jeme është për të dy ata që të mos merren shumë me njëri tjetrin, kanë pas një legacion 5 vjeçar të jashtëzakonshëm, mos ta zbehin atë, dhe të fillojnë prej sotit, prej ditëve, prej nesrit, dhe të vazhdojnë me punë në interes të kombit, çush është mas miri. Normalisht që thymit politike ato e normale, por mos gjujnë baltë në njëri tjetrin, edhe pse unë nuk e kam vrejtë që kryeministri Kurti ka thonë diçka për presidentin, por ka shumë njerëz tjerë që kanë thonë, a kupton? Okej, por megjithatë kjo dukej më shumë si probleme personale më tepër se sa probleme institucionesh. Probleme të egove personale, do ta thoja sa. Ka mundësi që ashtu ajo. Mirë po, nëse kjo është e vërtet që janë probleme personale dhe të egove, ato mund të kalohen nëse ulesh mirë e mendon se shteti dhe kombi ka nevojë për ty. Prandaj shumë ma lehtë është të kalohen problemet e egove, nëse ka vullnet.
normalisht, se sa problemet institucionale cilat ndoshta kanë baj me rrezikimin e ekzistencës së shtetit. A kupton? Domethënë, problemet personale këto janë të tejkalueshme. Mirë po duhet të ekzistojë vullneti i mirë. Akim, unë nuk dua të spekuloj, po të spekuloja pak, do të thosha, unë do shija në këtë rast ndoshta një xhelozi të zotit Kurti ndaj faktit që presidentja u mirëprit në Amerikë nga presidenti Trump. A mendoni ju se mund të jetë kështu apo është spekulim im? Unë megjithatë, qëndrimi im ka qenë gjatë gjithë kohës se personalitetet e kalibrit të kryeministrit Kurti edhe të presidentes Vjosa Osmani, edhe pse janë njerëz normal, edhe ata sikur gjithë neve, edhe ata kanë ato ndjenjat e xhelozisë, zilise, gjitha ato, unë mendoj se ata të dytë kanë arritje aq të mëdha. Domethënë, kryeministri Kurti personalisht ka aq shumë arritje të veta, saqë arritjet e presidentes nuk do duhet ta pengojnë atë. A kupton? Kjo është mendimi im. Ndoshta është e vërtetë ajo se shumë prej njerëzve e thonë këtë që po thua edhe ti. A kupton? Domethënë ka një kuptim ajo, një logjik, por unë megjithatë mendoj se personalitetet e tilla, sikur këta dy, nuk kanë pas arsye. Ndoshta është e vërtetë, por unë nuk shoh arsye që kryeministri Kurti të ketë ndonjë xhelozi ndaj presidentes Osmani, sepse arritjet e tij në Kosovë për këto 4 vite janë të jashtëzakonshme. Okej, le ta quajmë këtë spekulim timin, por le të kthehemi te faktet. Po. Kë faktet është cili është skenari kushtetues tani dhe sa shpejt mund të zgjidhet një president kushtetues i Kosovës. Se nuk mund të qëndroj përfundimisht pa kryetar shteti. Nuk mundet. Fatkesia është që kushtetuta e Ahtisarit, e cila është shumë me mangësi të mëdha, e ka sjellë një situatë kur mundet më ardhë deri te këto komplikime, nuk është vetëm çështja e zgjedhjes presidentes. Unë nuk e kuptoj për shembull ata hartuesit e kushtetutës. Në një anë thonë që presidenti duhet të jetë unifikues e konsensual e gjitha ato. Po çush ka me qenë një president unifikues kur ka nevojë që partitë ta votojnë? E vetmja mënyrë që një president do të ishte i pavarur 100% s'ka, po deri një mas madhe. Të zgjidhet drejt për drejt nga populli, thonë. Do të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Ajo është zgjedhja, s'ka zgjidhje tjetër. Megjithatë, zonja Osmani e hodhi këtë ide, nuk ju mbështet nga asnjë. Po e hodhi, po është e pamundur ta ndrosh kushtetutën sepse duhet kohë, edhe përveç kohës duhet për sa e di unë, duhet edhe 2/3 me vendos të minoriteteve. Ti nuk do të arrish kur një situatë që minoriteti serb edhe lista serbe ta voton një gjatë të tillë, sepse ata janë të interesuar ta shkatrojnë Kosovën. Ata janë ditën e atë punojnë për shkatrim të Kosovës, se nuk do punojnë ata për me zgjedh një problem të Kosovës. Prandaj është e pamundur, duhet kohë, duhet presion, duhet forcimi i shtetit, edhe duhet me ndërkombëtarët bisedohet në mënyrë më të sinqertë edhe që të lejohet në formë të referendumit ose diçka që të ndrohet kushtetuta, edhe të ndrohet ajo klauzulë ku thuhet që 2/3 e minoriteteve. Ajo po vjen që minoritetet me bivotu shumicën. Pakica, domethënë, e vendos. Pakica e bllokon shumicën. Nuk është në rregull diçka aty. Prandaj, normalisht që në këtë situatë do të ishte mirë të gjendet një figurë e rëndësishme, sikur që është përmend, edhe është lut familja Jashari, njëri prej tyre të marr pjesë. Por dëgjoj, Rafael, e shiqoj nga aspekti i tyre si familje. Kush do që pranon të bëhet president? Për çfarë do arsye? Ai hapet mundësia që të bëhet objekti kritikave, kritikave të humbi emrin e mirë të familjes vet. Sakrificën që kanë bërë për atë. Po do të ulet vlera historike e kësaj familje emblematike që kemi në Kosovë. Prandaj familja Jashari për neve është një monument i gjithë historisë tonë. Është monument i sakrificës së kombit shqiptar gjatë gjithë historisë. Dhe
nuk është fair të kërkohet nga ata, sepse unë po t'isha në vendin tyne kur nuk isha pranu, por edhe ata nuk po pranojnë, edhe ata unë i arsyetoj plotësisht. Varianta tjetër është, zgjidhet në një tjetër, po për bes, Rafael, unë e kom shprehën, thëm, nëse do me qenë një prezident që shpo e lypin këta me qenë i mirë, me gjithaj duhet me konë një prezident gjëqan që si aprish askuj, a kuptan? Në më thonë, i mirë me këta, i mirë me ata, qa po të vuhet? Qa duhet aj prezident? Si presidenti e Shqipërisë që... Qashtu, si s'ka kur far vlerë, vetëm si e ka figurë, bi plëcu mundësin që t'jetë shteti për para. Nështë në këtë situatë që shke marrë dhe e është e mirë bëllë, apo kuptan, se dush me dalë për situate. Por, ma e mira do t'ishte, kjo është mendimi imi, sikur kryeministi Kurti, nuk besoj që me PDK-n ka mundësi që ta arrini kandidat për bashkët, por me gjithate me LDK-n, mendoj që është edhe interesi i LDK-s, edhe i disa individëve tjerë, nështë edhe partisë AKS edhe AKS vetë, që të gjithet një kandidat, i cili është se s'është 100% i mirë për gjitha, po kupton? Po që t'jeti pranushëm, apo kupton? Tash, të gjeni kandidat pranushëm dhe të votohet si prezident, i cili dhe me gjitha të duhet me pas, do aftësi për burri forcën, edhe ka me të përfasu, ka me dalë mu të taku me Donald Trump, a disa shtiro se me zavendësu prezidentën Vjosa Osmani. Por ata po thom që ka mundësi që nështë të futët në kombinim edhe presidenti Osmani prap. Normalisht, nëse nuk ka diçka më të madhe se sa që ne kemi vrejt deri sot. A kupton? Unë jo më larg se sa sot kishe një deklarat një deputete të parlamentit anglez, zonjës Kearney, që thoshte është fatkeqësi të largohet nga politika aktuale në Kosovë zonja Osmani. Edhe unë e vlerësoj në të njëjtën mënyrë ashtu sikurse edhe ju pikërisht këtë çështje. Megjithatë ne të gjejmë zgjidhjen tonë, do përpiqemi. Zgjidhja është që të gjendet presidenti. Një zgjidhje duhet, shkurja në zgjedhje të reja është gabim katastrofal. Sepse ose do të arrijen të njëjtat vota, ose ndoshta vetë vendosja pak më pak, por duhet me kuptu si në këtë situatë që është me gjitha veprimet e opozites, opozita shansa nuk ka që ta merë shumicën. Prapë se prapë kryeministri Kurti ka me marrë një shumicë, nështë do ta merë një shumicë më të vogël, atër problemi bëhet edhe më i madh. Atër e shkojmë prapë ku kemi qenë në shkurt të vitit kalum, kur partitë nuk ishin gjendje me zgjedh as parlamentin, as kryetaren e parlamentit. Apo kupton? Domethënë, krejt gjitha gjasat janë që mrena këtyne sa kanë met 20 e sa ditë tashti, se kanë kalu ato 34 ditë, se duhet për 20 e disa ditë, të zgjidhet presidenti, zgjedhja, të shkojmë në një situatë kur Kurti fiton më pak se 51%, mirë po partitë opozitare s'mundën me fitu një shumicë dhe ose do detyrohen me bashkëpunu me lista sërbskën, që do t'ishte tradhtim ndaj Kosovës, sepse lista sërbska nuk bashkëpunon pa kushte. A kupton? Ose do të duhet që ajo, ose të vazhdoj agonia dhe një vjeta, 2 dhe të bëhet lëmsh, edhe që ndoshta do të sjellë deri te një ndërhyrje ndërkombëtare kur kanë më na thonë të hujtë dhe kanë më lodh me neve, kanë më na thonë, hey, ju shqiptarët, ja dhan mundësinë, ju një mund të lironi, ju një mund ta krijojnë shtetin, s'dini me majt shtetin edhe duhet me ta u dërguar një princ Veda ose dikot tjetër që më udhëheq Kosovën edhe me bën do qeveri teknike ato. Çka do të thot ajo? Ajo do të thot që Kosova edhe 100 vjet mos me ecë përpara si duhet. A kupton? Prandaj, çfarë do presidenti fundit pash dikun një profesor kish një deklaratë, kish thënë aty një debat, thot, pa i vallaj duhet mi marr një arush mi bë president. Neve na duhet një president gjithsesi, po mirë do të ishte me zgjedh një president të mirë. A kupton? Edhe nëse zgjedhet një president i mirë, ajo është shumë më mirë, por ma mirë, unë mendoj tash, nështë tajmë gabim, por ma mirë edhe një president i keq, edhe një president qyqan, se sa mos me zgjedh fare me shku në zgjedhjet lira. Treja. Po përdoret ky posti i presidentit si mjet presioni në negociatat për koalicione mes partive? Po, dëgjo, tashti në mënyrë ajo ka përdoret si objekt
për t'i bo presionin një tjetër. Tash po është edhe vetë. Opozita shumë thjesht. Opozita i ka humbë zgjedhjet. Edhe i ka humbë me shumicë. Do më thonë, 51% ka fitu vetëvendosja me koalicion. Tashti, ata im ka shfrytëzojnë pozitën e presidentit që t'i bojnë presion kryeministrit Kurti që mos mundet ta udhëheqë çysha i ka dëshirë shtetin. Unë mendoj se do të bëhet përqendrimi i pushtetit vetëm te një parti, vetëm te një person, s'ka lidhje ajo. Ajo është rregull e demokracisë, Akim. Ajo është rregull e demokracisë. Ai do ta merr Kurti gjithë fuqinë, bile unë jam për atë, që t'ia japin kryeministit Kurtit krejt fuqinë për këto 4 vite. Sepse a di pse? Sepse nëse ai s'ka rezultate, atëherë mundesh me thënë përgjithësi, por ti, nëse e bllokon ata, edhe fut kombinime edhe tuat aty mbrenda, atëherë je fajtor edhe ti për mos rezultate. Për mos kur s'ki rezultate. Kështu që këta nuk e kanë qartë opozita, që është një interes tyne, ta lejnë Kurtin edhe këto 4 vjet, ta bën punën e vet, edhe pas 4 viteve dalin me programe më të mira, të shohim nëse Kurti nuk ka suksese, do të ndryshohet. Një gjatë duhet ta kuptojmë gjithë, ta them sinqerisht. Unë i kam respektuar, i respektoj edhe kryeministrin e presidentën e gjithë, por edhe ata duhet ta kuptojnë që duhet bëhen çime për arsye se as ata nuk janë pazavendësueshme. Pazavendësueshëm. Askush nuk është i pazavendësueshëm. Askush. Në këtë moment tash për shembull unë për thonë që po kthen atë te zonja e Britanisë Madhe deputetja, Alicia Kearns. Ajo e ka çmu presidentën Osmani. Edhe ne kemi shmu edhe unë e ti, edhe gjithë njerëzit që duan Kosovën, për çfarë? E ka përfaqësuar në mënyrë dinjitoze Kosovën jashtë. Edhe është një person që nuk është krijuar mbrenda, se kuadrat si presidentja nuk krijohen mbrenda dite. Ti mundesh me qenë shumë i aftë, Rafael, por duhet përvojë. Presidentja ka kalu në për periudat ndryshme, ka punu me presidenta ndryshme, ka mësu shumë, ka studiu në Amerikë. Domethënë, është një kombinim i shumë gjitha vlerave cilat e kanë mësu që ajo del një kuadër. Edhe What if data didn't sit still? What if intelligence moved with us? Cotality helps communities rise, turning insight into action. Because when intelligence moves, we all move forward. Cotality, intelligence beyond bounds. Një kuadër tillë i cili mundet në kapacitetin e presidentës me përfaqësu Kosovën në nivelin që ka pas ajo. Akim, kisha edhe këtë pyetje, a do ndikoj kjo situatë në dialogun me Serbinë? Unë mendoj se jo, për arsye se me gjitha problemet përderisa kryeministi Kurti është në kontroll. Tjetër është se është fuqia sa ka fuqinë, më të madhe më të vogël. Por tu e njoft ato, edhe tu e pa gjatë kësaj periudhe, kryeministi Kurti pa marrë parasysh, a është pozitë fort, a më dob, ai kurrën e kurrës nuk do të shon pe në çështjen e shtetit. Nuk do të shon pe në interesat kombëtare edhe të shtetit Kosovës në asnjë mënyrë dhe nuk ka presion në botë. Pa marrë parasysh në çfarë opozitë gjinet, bile edhe me qenë në opozitë, ai ka me pas qëndres, sikur që ka qëndruar përpara që Kosova mos të bëjë lëshime shtesë ndaj shtetit kriminal, shovinist, racist serb. Evropa i ka interesat e veta. Kryeministri Kurti ju ka qëndruar presioneve, ju ka qëndruar, ka tregu që ai është i pa shantazhueshëm, mirë po ka nevojë për një personalitet si presidentja Vjosa Osmani që ta promovoj këtë aftësitë tine, këtë punë tine që ai është në gjendje me bo, edhe këtu në këtë kombinim do të ishte një kombinim i shkëlqyshëm, kryeministri Kurti me ministrin e jashtëm Gaukon Jufca dhe presidenten Vjosa Osmani. Kjo do të ishte një ëndër. Nëse nuk ka gabime të mëdha të cilat unë nuk i kam pa. Ka qenë gabime tjera, po ato e cilësohen, këto që ka i shohim na, gabimet edhe presidentës, po edhe kryeministri, Ongut, nuk i konsideroj si gabimet mëdha, të gjitha kanë arsyetimin e vet, po ato duhen një elaborim më të gjatë, më shpjegim më të gjatë, unë nuk dëshiroj të merrem atë punë që po. Okej. Një pyetje tjetër, ju jeni vazhdimisht në kontakt me bashkëdhetarët tanë në Kosovë, sepse nga puna biznesi juaj që keni. Si e vlerësojnë atë situatën tash? Si e vlerësojnë
qytetar i zakonshëm, ore çfarë po bëhet këtu, s'po zgjedhëm dot kryetarin e shtetit. Shumë pyetje me rëndësi që duket se partitë politike për shkaqet e tyne që paarsyeshme të bllokimit të arsyes tyne, se s'po di ç'është më shpreh ma ndryshe, nuk janë ka e shohin një gjë. Votues të Kosovës, vetëvendosja i ka votues të vet. PDK-ja i ka votues të vet. Edhe AK-ja ka një pjesë votuesve të tjerë. Por përbes 30 deri në 50% votuesve, 30 deri në 50% me plot përgjegjësi ta them, të votuesve janë të lëvizshëm. Bile ata mundën me qenë edhe antarë të një partije, për shembull të DK-s, por me votu e ndryshin nëse shohin interesin e shtetit. Prandaj ata nuk janë ka shohin që për të fitu vota, për të marrë pushtetin, ata duhet të punojnë me qëtë pjesë të njerëzve si unë, si ti, si qytetarë të thjesht, si punëtorët e mia të zyrës, të cilët gjithë e kanë pas një dëshirë që me gjithë atë kjo formula Vjosa Osmani, Albin Kurti të vazhdoj. Të gjithë një mënyrë janë të dëshpëruar. Por ka anime, dikush anej, dikush nej, jo ka faj këtu, por ato do të konsolidohen me kohën, varësisht prej fakteve, a kupton? Mirë po, janë shumë pak të dëshpëruar edhe duhet me gjetë mënyrën, kryeministri Kurti, nëse gjeni president mirë, duhet me gjetë mënyrën që t'i manë këta, se ajo është të kuptueshme që ata të vetëvendosin si ka 100%. Por ai duhet ta gjejë mënyrën që t'i mbajë që ta 30-50% tjerë votues për me mujtë të arritë numrat 50% më Griqi quhet si quhet. Po pra, tash prandaj është duhen të kenë shumë kujdes edhe të orientohen megjithatë në atë drejtim që t'i përfitojnë prap këta njerëz të pavarur, sidomos këtë diasporën. Sepse Rafael, unë po flas për njerëz të mirë që i njoh, që s'kan interesa personale, shumë, qinda, nuk e din sa thirrjet, sa shkresat më kanë ardhur kur u bë përçamja Kurti Osmani, a mundesh me ndiku që mos ndodh kjo përbes. Nuk e di njerëzit sa ka pas presion. Edhe sa populli ka dëshiruar që ata mos të përçohen mes veti. Dëshirë me zemër ka qenë. Po u bë si u bë, si arritëm. Ka ende dëshira, edhe pse ka hezitime tash, ka probleme krejt, po ka ende dëshira që nëse arrijen që të kthehen prapë bashkë ata, që këta kanë me pas një përkraje shumë të madhe, edhe zgjedhjet e tjera kanë me fitu edhe me një shumicë edhe më të madhe. Prandaj unë të kisha përfunduar me këta ashtu. Nëse njerëzit e mirë, për cilët unë po flas, njerëzit e pavarur, njerëz që lëvizin bazë interesave shtetërore, jo në bazë interesave personale edhe partijake, nëse ata janë të zhgënjur, edhe nëse ata nuk marrin pjesë në procesin demokratik të votimit, kush fiton? Fitojnë njerëz të këqij. Prandaj edhe kryeministri Kurti duhet ta ketë parasysh që të gjenë një president i cili mundet mi afru këta njerëz të pavarur, i cili president do të ketë aftësi, po jo, s'mundet me gjetë një president që i pëlqen gjitha partive, a kupton? Dikuj s'ka mi pëlqy. Tash, na me gjitha të kemi shpresa, funit, deri tash, edhe pse janë bo këto blokada, këto pengesa, edhe fajtorë unë për veti, jo veshune, po ne të pavarur i konsiderojmë opozitën si fajtor kryesor të gjitha blokadave, edhe pse Kurti i ka ato të veta, të interesat e veta, edhe ai bën kombinimet e veta, na e kuptojmë, sepse kush është i interesuar për me mbijetu politikisht edhe me fitu, a kupton? Por opozita e ka treguar u tregoi popullit me votë, s'ka mujt me bit popullin se Kurti i ka fajet. Ata i kanë fajet për gjitha blokadat deri tash, edhe nëse bllokohet presidenti, prap opozita ka me qenë fajtore. Unë menoj. Tash mangemi që gjuhën e fajsimit, kam një pyetje $1 milion. Hajde. Cila është rruga më e shpejtë që të zgjidhet ky problem? Sipas jush. Rruga më e shpejtë. Tash ti, baboni, unë e kom shumë vështirë se loto nuk luaj, kom qef me fitu me punë. Kjo, $1 milion është sikur me aqillu e une, është do t'ishte shumë e mirë, po rrallë fitojnë loto, së s'luj. Por
zgjidhja më shpejt unë mendoj se do të ishte që ose të gjendet një ma e mundshmja është nëse me LDK-n kryeministri ja rrin qëllimit që të gjejnë një kandidat që pak a shumë të jetë i përshtatshëm për dyja palët, domethënë i pranueshëm. Nëse aty po shpresoj më shumë unë për veti, sepse është edhe interesi i LDK-s e cila me këto politika deri tashme ka rënë shumë poshtë, edhe do të ishte një shans e mirë për LDK-n ngritet, e njëjta gjë vetvendosja edhe partia në pozitë do të përfitonte, po edhe shteti do të përfitonte. Nëse LDK-ja bëhet një mënyrë edhe pjesë koalicion në mënyrë, por nuk mundet LDK-ja me kërku me marrë 10 ministri. Duhet me kërku në bas numrit që i ka fitu 2 ministrin, do i zavens, do t'i shkra dhe me bisedu, edhe me gjetë një... Aty une po shpresoj, nuk kam informatat mbrëmshme hiç fare, zotja Rafael, por disi po mendoj se ajo është ma shumë e mundshme, për ndryshe do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme edhe do të bëhet çka të bëhet. Por, edhe këto prapë shtoj, edhe me zgjedhjet po jashtëzakonshme, edhe pse ne po pritojmë shku në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe deri tas gjithë ky proces, edhe pse ka qenë i pakëndshëm, i padrejt, i pamirë, gjitha mundesh me përdor fjalë çfarë duhesh, mirë po. Megjithatë ka qenë në kuadër të veprimtarisë demokratike. Apo kupton? Domethënë, ti ke bërë 3 palë zgjedhje dhe s'ke pas suksese të mëdha, s'ke pas, a kupton? Domethënë megjithatë Kosova ka një nivel demokracisë që i cili e mban si shtet, edhe unë mendoj se edhe zgjedhjet e tjera nëse bëhen e nuk zgjidhet në një formulë, do t'i mbijetoj Kosova, do t'i përballoj me demokraci. Zoti Agim, edhe njerë si gjithmonë ju faleminderit për analizën tuaj thellë, pasionale, e cila mbështetet në patriotizmin adetar shqiptar në aktivitetin tuaj të vazhdueshëm edhe në kuadër të lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane. Bashkë me shokë si ti edhe mija tjerë shqiptarë. Miru takoheshim inshallah kur kemi presidentin e ri. Inshallah kur kemi president. Inshallah kjo punë tash. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Rafan. Të dashur televizionistët të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhan fund emisionit ton Argument. Miru takoheshim në emisionet tjera.